Kurban Bayrami sot kremtohet edhe në Maqedoni, ndërkohë që ka pasur debate për shkak se festa nuk shënohet në të njëjtën ditë në gjithë botën islame. Klerikët fetar, drejtuesit shtetëror dhe politik kanë uruar besimtarët për mirësi, begati dhe paqen në këtë festë e cila shquhet për solidaritetin dhe bamirësinë. Xhamitë e Maqedonisë mbushen përplot me besimtarë musliman që në orët e para të mëngjesit në festat e Bajramit dhe pas faljes së namazit besimtarët vizitojnë dhe urojnë të afërmit, vizitojnë dhe varrezat. Ky Bajram megjithatë është shoqëruar me mjaft debate në radhët e besimtarëve se pse duhej të ndodhë kjo ndarje, si bie fjala në Kosovë dhe në botën arabe kremtohet nesër Bajrami. Por hoxhallarët kanë bindur shumicën e besimtarëve që të veprojnë në bazë të vendimeve të drejtuesve të Bashkësisë Islame. Festa e Kurban Bajramit paraqet dashurinë, respektin dhe nënshtrimin ndaj porosive hyjnore, thon teologët e fesë islame, duke shtuar se fryma e kësaj feste është mirëshërimi i realitetit, i sinqeritetit dhe i përkushtimit ndaj vlerave njerëzore. Në mungesë të kryetarit të Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Rexhepi, i cili ndodhet në Haxh, në emër të tij, Kurban Bajramin u ka uruar besimtarëve musliman Faredin Hebibi, dekan i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup. Festa e Kurban Bajramit në mënyrë simbolike e paraqet sakrificën, përkatësisht kurbanin, akt ky i cili ngërthen në vete kuptime sublime me efekte pozitive gjithëpërfshirëse. Paraqet flijimin për çdo çështje madhore, për kushtimin ndaj idealeve dhe arritjen e kënaqësisë së përhershme të krijuesit të gjithësisë. Edhe drejtuesit shtetëror politike vendore u kanë uruar Bajramin besimtarëve. Presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanovi shkruan kryetarit të Bashkisë Islame në vend dhe besimtarëve musliman se Kurban Bajrami është festë e solidaritetit dhe unitetit me virtytet e theksuara njerëzore dhe festë në të cilën u zgjatet dora atyre që janë më pak të pasur dhe në nevojë. Ai thekson bindjen se Bashkësia Fetare Islame edhe më tej do të vazhdojë të marrë pjesë në ndërtimin e besimit dhe mirëkuptimit në mes feve dhe bashkësive etnike në Republikën e Maqedonisë. Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, shkrua në një telegram urimi se janë pikrisht festat si kjo e sotmja që na rikthejnë dhe na përkujtojnë vlerat e gjirit familjar dhe se Kurban Bajramin e karakterizon solidariteti, ndihma e ndërsjellë, shtrirja e dorës së miqësisë nëpërmjet fuqizimit besimit tek Zoti dhe në vlerat njerëzore. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Menduthaçi uron besimtarët musliman që tek ta të mbizotrojë solidariteti, paqja, toleranca dhe respekti, duke bërë thirrje që të vazhdojnë të kultivojnë vlerat fetare dhe kombëtare për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur për gjeneratat që vijnë. Urime publike kanë bërë dhe kryetarët e partive më të vogla shqiptare, kryetar komunash e drejtues të universiteteve. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.